Cilat ishin vështirësitë e para? Sa jo ke marrë për me mbrit të ato pot e para për bashkëpunime? Kur kishim ferm, kemi pas shumë vështirësi, para se të hapnim dyqanin. Kemi taku pothuajse një 40-50 restorante, një 40 dyqane. Dhe çmimi ishte të detyronte që ti të dilje fare nga i treg. Por ato që e morën si produkt patën kërkesë. Okay. Dhe kjo na ndezi dhe neve që thamë që okay, po pëlqejet. Ka njerëz që e duan këtë gjën. Do me thënë, neve kemi shku në atë gradën atëherë që qa kishim mbledh dhe qa kishim marrë kredi, unë më gjitha. Totalisht. Ishte master për ne që vlejti një 35.000 euro, po për atë kohë ishin shumë, që ka qenë 2017. Masterin e kemi pagu qëtrejt, po që ja vlejti me vërtetë. Me thënë, ai na i ndezi këto dritat që kjo është një sektor që ja vlet të futesh. E ke nis prej zeros, zero është luks, po e ke me minus. Edhe sot je shumë i suksesshëm me kompaninë tënde. Po ç'është suksesi tamam për ty? Me thënë drejtën, shumë bëhet qefi kur më përmendin shumë për miqë shok që ne blejmë atje, ne blejmë të Goodisi, atje hahet, i vetëm i vend, jeni më të mirë, jeni kështu. Do me thënë, për mu kjo është më shumë sukses se sa ato lekët në fund të muajit. Nuk është se janë të parëndësishme, janë shumë të rëndësishme dhe ato për të mbajt veten një herë, për të mbajt biznesin, për të shpërblyer edhe familjes mungesën që nuk jemi gjithkohës, patjetër, po që ajo është një sukses financiar, një nga pikat e suksesit, po pika më kryesore është kjo që është shumë kënaqësi kur ti të thonë miqtë të tuaj për shembull që u dëgjova X-in që i thonte tjetrit që ua, kam marrë këtë atje, ishte fantastike, ishte kjo është, domethënë, kjo është satisfaksion. Pika më e bukur e punës që bëjmë.